Mirëdita të nderuar telespektator. Kam 77 minuta që i kam zënë pusi zotit Belul Pushi, kandidatit për deputet. Ju e njihni zotin Pushi nga ekrani i televizorit, kurse unë pata fatin ta shikoj nga afër, pranë një ambasade ku ai ishte duke pritur për një vizë. U detyrova ta prej zotin Pushi për ta pyetur konkretisht për zgjedhjet e partisë që ai aderon. Ja i po vjen. Ta pyesim konkretisht. Zoti Pushi, mirëdita. Mirëdita, dëgjoj, më falni se nxitoj. Ju lutem, zoti Pushi, keni pak kohë, ju lutem për mua për një intervistë ekskluzive. Jo, dëgjoj, një minutë. Dëgjoj, nuk kam kohë se nesër i hypi avionit edhe direkt në kak. Në kavaj, zoti Pushi? Jo, në kavaj, jo, në Kanada, prik Kanada, direkt në tu. Tu shemisht, zoti Pushi? Jo, në Turqi, nga Turqia direkt në Kinë. Më falni, zoti Pushi, një intervistë të shkurtër me mua, ju lutem, për programin elektoral të partisë tuaj. Ju lutem, zoti Pushi. Dëgjoj, bjeri pak si shkurt, se dëgjoj, ne politikanët, do më thonë, kemi kohën në... Flori. Pra, tamam. Flori. Dëgjoj, atëta që isë një kafe. Patjetër, zoti Pushi, do ishte kënaqësi. Faleminderit. Nderi është, jemi. Dëgjoj, pak të më thonë si shpurë. Patjetër, zoti Pushi. Se dëgjoj, nuk kam kohë, do më thonë. Sa më shkurt. Gati? Zoti Pushi, vite më parë ju një shquar për pjesëmarrje në greva urie. Sa greva keni bërë edhe ku, zoti Pushi? Një minutë. Dëgjoj, me të thënë të drejtën, nuk e maj mend, po di që kam bërë në disa vende. Do me thonë, i kam bërë në për konvikte, ke parasysh aty grumullon të gjithë ata që marrin pjesë në partinë tonë, ashtu, kuptohet, ne marrim ne politikanët edhe buk me vete, u ashpërndajmë aty në grevistave, kuptohet me racionet ndryshme. Kjo është. Keni pyetje tjetër? Nuk e keni problem urin, zoti Pushi? Jo. Dëgjoj, ne politikanët... Më falni, mirëdita. Mirë se erdhët. Ç'do dëshironi ju lutem? Mua një Red Bull. Një Red Bull. Atëherë, juve? Jo, një intervistë. Jam duke u intervistuar. Atëherë, zoti Pushi, nuk e keni problem urin? Më falni, sa gota doni? Një gotë. Dëgjoj, ne politikanët nuk e kemi... Më falni, po juve, sa gota doni? Do me thonë... Sa gota donit? Pra, ne... Të lutem, sa gota? Po blenja 7-8 gota, në gjo. Pra, ne politikanët nuk e kemi, do me thonë, të vështirë për të plotësuar grevat. Ke parasysh... Më falni edhe njëherë, Boshi donit gotat? Pra... Boshi duam, Bosh. Dëgjoj. Uno? Jo. Ja kështu pra. Zoti Pushi, cilat kanë qenë kërkesat më të rëndësishme në këto greva?
Dëgjoj, më falni, kërkesat tona kanë qenë për ndrimin e emir të partisë tonë të dashur. Dhe si e kështë emrin kjo parti? Partia jonë e ka pas herët, shumë herët, e ka pas tralala. Por ne ja vendosëm emrin Lalatra. E kuptoj. Më falë, pardon. 7 godat sa të lajnë pa në kuzhinë? Çfarë doni të thoni me emrin e partisë tuaj, Partia Tralala? Dëgjoj, kërkesat tona kanë qenë për ndrimin e emir të partisë tonë të dashur. Dhe si e kështë emrin kjo parti? Partia jonë e ka pas herët, shumë herët, e ka pas tralala. Por ne ja vendosëm emrin Lalatra. Shumë e bukur kjo, zoti Pushi. Shiko, se me Lalatra ne, do më thonë, do të mbajmë partinë tra. Tra është baza e lalave. Zoti Pushi, populli është interesuar të di që sa herë keni kandiduar juve dhe sa vota keni marrë? Jashtëzakonisht shumë. Do më thonë, rreth një votë. Dëgjoj, të lutem, mora një votë sepse kur unë hyra në votim me gruan, gruaja, ja, nuk më dha. Kë, zoti Pushi? Atë pra, atë votën. As për t'ja dhonë s'ka gruja ti, ma e men prej me që për të thënë unë. Këtu të jene. Kur s'ka për t'ja dhonë? Nuk ta dha dhe nuk ta dha, zoti Pushi. Ja dha një djali 3. Është puna e saj. Po, ama ne si parti jemi të organizuar jashtë maset, sepse partia e Tralelave, më fali, partia e Lalatrave, është një parti tepër si i kur. Dëgjoj, ti, a do të më japësh